Përshëndetje dhe mirë se vini në këndin e intervistave. Sot do të flasim për një tematik të cilët e trajtojmë jo shumë. Bota online e fëmijëve. Si është zëvendësuar fëmijëria? Nëse ne kemi kujtime të bukura me parapallati që luani me lojra, sot ky realitet në fakt është zëvendësuar me botën virtuale, kryesisht me lojrat të cilat do të bisedojmë që janë universale, fëmijë që i përdorin në Amerikë, në Shqipëri në të njëjtën kohë, por që po krijojnë në fakt një problematik. Duket sikur fëmijët e kemi të sigurt për shkak se ndodhen në dhomën e tyre të gjumit, por episode jo të pakta tregojnë që në fakt nuk është kështu. Për të folur për këtë bisedë, kam Suela Koçibellin, jam e lumtur që të kam sot, për gjithë aktivizmin tënd që ke për disa çështje në Shqipëri, por mbi gjitha në raport me fëmijët. E them këtë, Suela, sepse kur vjen puna tek fëmijët, ne mendojmë se sa janë të vegjël, i kemi të monitoruar, i menaxhojmë dhe nuk kanë problematika. Megjithatë, edhe si një nën e një vajze 6 vjeçare, kam filluar t'i shoh tashmë vetë nga afër, edhe ku më mirë se sa në shtëpinë tënde për t'i kuptuar problematikat, ndaj zgjodha që një nga bisedat që të kemi mundësi të bisedojmë në këndin e intervistës ishte pikërisht kjo. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe besoj që e para është tematik që na përket të gjithëve, është tematik që i përket dhe kulturës tonë, se ne flasim gjithmonë fëmijët, ato janë ardhmja jonë, domethënë e kemi pjesë të brendshme, por në sfidat e aktualitetit kemi nevojë të flasim temat. Pse vendosa të diskutoj këtë gjë? Para disa ditëve, edhe pse nuk përpiqem të mos ketë kohë, sepse nuk ja ndalojmë dot, jemi realist, shoh një lojë të cilën ishte e shkarkuar, Roblox, dhe kurioze vendosa të hyj dhe të kërkoj se çfarë kishte brenda. Deri në atë moment isha e paditur, nuk e dija as që ekzistonte. Dhe pash pastaj që ishte një problematik shqetësuese, sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe sa më shumë lexoja, aq më shqetësuar ndihesha. Kështu që mendova se për çdo prind që do na ndjeki përmes kësaj interviste, të rrëmoj pak më tepër se ndonjëherë ne nuk i kushtojmë. Është një lojë në telefon dhe e lëm aty. A e ke hasur këtë problematik? Në fakt, në varësi të moshës së vajzës ti e hasur sot me Robloxin, por Robloxi ka tashmë, kam përshtypjen mbi 7 vite, që fëmijët në Shqipëri e kanë aksesuar dhe e përdorin. Sigurisht, kur doli në fillim, pra në fillimet e veta, nuk është se përbën të rrezik, dhe është ajo ideja gjithmonë që kur del diçka e re, për më tepër kur bëhet fjalë për lojë, asnjë të rriturit nuk i shkon mendja, të rriturit normal, të shëndetshëm mendërisht edhe pa probleme, nuk i shkon mendja, po themi, që mund të përbëj rrezik, sepse bëhet fjalë për lojë. Dhe gjithmonë kur ne mendojmë për lojra, mendojmë dhe ato lojra që kemi bërë ne në kohën tonë, që janë të bukura, që ti ke mundësi të ndërveprosh, që ke mundësi të zhvillosh disa aftësi të tuat. Po ndërkohë, historia dhe praktikat kanë treguar që Robloxi përbën terren rreziku. Pse? Sepse është i aksesueshëm nga të rritur të cilët kamuflohen me emra të tjerë, me emoji, me fytyra të ndryshme që nuk janë të tyret, dhe ata kanë kontakt me fëmijët tanë. Lozën me fëmijët tanë, ja u bëjnë qefin fëmijëve tanë, i thonë bravo, ja, ti fitove, e nxisin fëmijën për të bërë diçka më tepër, dhe pastaj historia ka treguar se praktikat e ndryshme në Amerikë kryesisht kanë treguar, po edhe në Evropë kemi studime. Në Shqipëri nuk kemi, të jemi realist. Kanë treguar që kanë kërcënuar apo kanë rrezikuar jetën e fëmijëve. Pra mund të kenë qenë përndjekës, persona keqdashës, që sigurisht ka një lloj çrregullimi mendor, sepse nuk ke pse si i rritur ti të ngacmosh një fëmijë që është 10 vjeç, 12 vjeç apo 8 vjeç, kjo në varësi të moshës, dhe kanë përbërë rrezik për fëmijët. Kështu që patjetër që Robloxi është një emër loje, por ne sot kemi shumë lojra të tjera që luhen online dhe që gjithashtu mund të kenë potencialisht rrezik për fëmijët tanë, për sa i përket keqdashëve që mund të hyjnë. Janë ngritur dhe mekanizma për të mbrojtur fëmijët, të jemi real. Pra dhe Robloxi ka tashmë disa masa pak më shtrënguese ose pak më kontrolluese që prindit mund të ecin paralelisht me fëmijën për të parë çfarë fëmia bën dhe me kë komunikon. Pra shpikim diçka, pastaj nxjerrim mekanizmat mbrojtës. Problemi është gjithmonë që nga dalja e kësaj deri te mekanizmi mbrojtës kemi brez të dëmtuar. Kemi fëmijë të rrezikuar dhe mbrojtja gjithmonë do gjej patjetër persona të tjerë të cilët do ju punojë truri më për keq, sesa atyre që punon për mirë për të shpikur diçka tjetër. Sot ke edhe sfida të tjera, pra mos harrojmë po themi sfidën e famshme që është e vjetër, por nuk është rikthyer më, e balenës blu. Po, dua të ndalem pak te kjo. Rrezikoi fëmijët. Ishte edhe sfida e Spider-Manit para një viti e pak.
Pra edhe ajo ishte e rrezikshme. E di pse duhet ndalem te ky moment se kur po e bisedoja, pastaj se dua të ndalem pak dhe tek brezat. Nëse për mua ishte shqetësim, hyra, bëra kontrollet edhe përpiqem paktën të kuptoj për të shkuar pastaj tek elementet mbrojtës që ti përmende. Teksa bisedoja me ti më që jemi breza të ndryshme, po më thoshte që kjo është një problematik tani që po haset në Shtetet e Bashkuara, ti nuk e pse shqetësohesh, pse vjen në Shqipëri. E para bota sot për shkak të virtualit është bërë shumë e vogël, por i solla në shembull pikërisht raste të cilat u shfaqen në Shqipëri. Unë kam qenë aso kohën në terren si gazetare dhe patëm të rinj të cilët humbën jetën dhe familjet e tyre me bisedat e tyre pas kohësh, nuk arrinin as ta perceptonin se si një lojë në telefon kishte arritur t'ju merrte një fëmijë, edhe jo vetëm të fëmijë, po adoleshent, në sado ti t'ua shpjegoje, të bisedoje me ta, ende ishin që nuk e pranonin këtë realitet edhe këtë fakt. Po ndërkohë këtu pastaj qëndron problemi tek prindërit. Pra prindit duhet kuptojnë që rolin e tyre maksimal e kanë në 5 vjeçarin e jetës së fëmijës. Pastaj kthehen në një rol mbështetës dhe orientues dhe pastaj kanë thjesht rol monitorues. Pra prindit mendojnë që po themi çfarë kanë dhënë tek fëmia tashmë nuk e bën fëmia im. Fëmia e bën. Dhe për më tepër fëmia nëse deri në moshën 5-6 vjeçare kanë ndikimin maksimal vetëm nga familja, prindit do të kenë shumë të qartë që mbas kësaj moshe kanë ndikimin maksimal nga shoqëria. Dhe shoqëria në këtë pikë është edhe bota virtuale. Pra të mund mos e marrin të mirëqen faktin që unë fëmijën e kam në dhomën time se kjo është bërë e frikshme sot. Pra ti fizikisht e ke në dhomën tënde, por realisht e ke në të gjithë botën. Dhe kjo nuk është pak, është shumë. Ne dikur kur rrinim në obor, aq ishim në obor, ti shikoheshe me sy të lirë, ty të dilte një prind në balkon që të monitoronte disi. Të njëjtë prindi jot, komshia, të gjithë. Po ishte dikush, sepse ishte sido që ti ishte, megjithëse ishte ambienti i fëmijëve, ishte e monitorueshme si ambient, sepse ishte ambient publik nga të gjithë dhe kalimtarët. Ndërkohë, ti nuk e monitoron dot atë ekranin e vogël që fëmia ka në dorë, se edhe nga larg nuk shihet, se janë as të vegjël si ekrane. Dhe ndërkohë shpesh herë prindit bëhen paqe dhe kjo është e rrezikshme, pra duhet ta kuptojmë prindërit sot që kjo është e rrezikshme, që ai qëndrimi ndoshta fizikisht në dhomë të garanton fëmijën jo, ai qëndrimi fizikisht në dhomë po të rrezikon fëmijën ose potencialisht mendoj që po ta rrezikon fëmijën. Pra ta asistosh duke e pyetur, ta asistosh duke u përfshirë, sepse shpesh herë ne duam edhe pyetjen ta bëjmë shumë kërcënuese si prindër, dhe kjo bën bllok me fëmijën tonë. Pra ke nevojë që të kuptosh që ta kesh dhe pyetjen ftuese, të bësh dhe ti fëmijë. Pra mos harro që ai fëmia i brendshëm, sidomos kur ke fëmijë adoleshent, duhet të dalë fare në pa. Për të kujtuar që edhe ti në moshën tënde, nëse kanë qenë tentativa të pa pëlqyeshme për prindrit, ke tentuar ti bësh. Të njëjtën gjë mundohet bësh me fëmijën tënd, që të paktën të kuptosh se çfarë po ndodh dhe të mundohesh ta asistosh, t'ia lehtësosh rrezikun, sepse sigurisht fëmijët do përballohen me rreziqet e tyre. Pra kështu është bota. Kemi nevojë të lëmë me doza që ata të sfidojnë disi, pra të ngrejnë vetë mekanizmat. Por një gjë jam e bindur, dhe kjo është ajo e dëmshme që ne po na bën bota virtuale. Është shumë e vështirë që përmes botës virtuale fëmijët tanë të ngrejnë mekanizma mbrojtës. Sepse që ne të ngrejmë mekanizëm mbrojtës kemi nevojë të vendosim dhe trupin në aktivitet. Pra duhet të ndërveproj truri me trupin. Ndërkohë, në një botë virtuale, në një gjendje pasive, truri jot fillon vetveti u bëhet pasiv për disa vatra të tij, dhe ndërkohë aktivizohet vetëm për mënyrën e vizibilitetit dhe pa reflektim. Po si ta bëjmë këtë gjë? Të solla në shembull fëmijërin time tëndën, të cilët realisht jo për të qenë nostalgjik sepse tashmë këtë gjë nuk ekziston, por ne kishim një realitet i cili e ndalim me fëmijët. Kishim një komunitet që ishte social. Kishim lojra, edhe pse jam e bindur që ka prindër pafundësisht që përpiqen, unë bëj pa mundësinë për ta çuar ti me bi në fshat që të njihet, të ketë atë botën të cilët duhet ta njohin se është bota reale. Problemi është që e para nuk është e lehtë, jo të gjithë e kanë këtë luks. Po flas për hapësirat e pallateve se ne jetojmë në qytetet urbane dhe e dim se si është bërë. Pra është një lloj lufte edhe për prindrit. I duhet të bëjnë në Tiranë 2 punë, për këtë jam e bindur, dhe vjen në shtëpi dhe ndonjëherë ka nevojë prindi për psikologe, jo më fëmia. Dhe si ta gjejmë, si ta ngrejmë këtë momentin e bashkëbisedimit, të mos tregimit të frustrimeve që ka prindi. Më tha një gazetar, kolegi imi i njohur, një fjali shumë të bukur dhe më bëri të reflektoj. Ai është rreth të 40-tave dhe më tha, ne jemi brezi sanduiç, ku prindrit na janë plakur e duhet përkujdesemi, fëmijët po rriten dhe kanë sfidat e tyre, ne punojmë dhe më thuaj tha si t'ja dalim. Edhe kjo është pak po e sigurt. Shiko,
Atëherë, unë mendoj gjithmonë që në çfarëdo lloj situate duhet ta marrim të mirëqen këtë situatë që jemi. Pra kështu jemi. Jemi brezi sanduiç, ama dhe në këtë lloj sanduiç llëku që jemi, kemi nevojë të bëjmë më të mirën tonë. Do e bëjmë sanduiçin e mirë apo do e bëjmë të keq? Se kjo është e gjithë diferenca. Tani, unë besoj gjithmonë që ato praktika që kanë qenë të mira ndër vite, në mos ndër dekada, kanë nevojë të mos asgjësohen komplet. Pra, unë mund të cilë shumë praktika që kanë qenë, u zhdukën dhe i rikthyem prapë. Tani, duke qenë se bota virtuale realisht lufton fort me botën reale, ata që janë pak më të rritur, sepse fëmijët nuk e kanë këtë vendimarrje, kanë nevojë të bëjnë këtë balancën e shëndetshme. Ore, po prit. Çfarë të mira shpata unë nga bota reale? Dhe tani, të mirat e botës reale, të gjithë ne kemi të vërtetueshme. Sot kemi fëmijë që janë obez, sot kemi fëmijë që kanë probleme me shikimin, kemi fëmijë që kanë probleme me të folurin. Pra, ne sot kemi problematika që janë të lexueshme, nuk janë më pretendime të dikujt, po këto janë tashmë të vërtetueshme me shifra konkrete dhe kjo ose këto të dhëna duhet të shërbejnë si alarm tashmë për prindrit në mos edhe për sistemin e edukimit. Për të gjithë sistemin dhe institucionet se si ne do ndërtojmë edukimin e këtyre fëmijëve dhe se si atë çka kishim më përpara të mundohemi ta rikthejmë sot fort. Pse e them këtë? Sepse në momentin që filloi të futej bota virtuale u duk shumë joshse. Kjo është e vërteta. Pra jo është se ja shiko të gjithë fëmijëve do i blenim celular apo iPad apo diçka në dorë, ata që kanë mundësi, se pastaj mund të flasim për familje që janë vulnerable dhe jemi në kushte të tjera. Megjithatë informacionin e aksesojnë në një formë apo një formë tjetër. Edhe ata në varfërinë e tyre një celular në shtëpi e kanë sot. Pra domethënë edhe këtu, duke qenë se është kjo gjëja e munguar, edhe çfarë është trendi sot, të gjithë e përqafuan, sepse realisht kishte statistikë se çfarë ndikimi ka. Sot ne kemi statistika dhe unë besoj që ne kemi sot edhe shembuj të Bashkimit Evropian apo të vendeve të Bashkimit Evropian që po tentojnë të rikthehen letrës për të shkruar, po tentojnë të heqin tashmë teknologjinë sepse ne kishim para 5 vitesh që pothuajse të gjitha shkollat futen vetëm iPad. U harrua çfarë do të thotë libri. Sot ti ke në Suedi masa, sot ti ke në Zvicër masa, në mos të them edhe vendet e tjera që thuan prit, do lexojmë edhe një herë libra, do shkruajmë edhe një herë me shkrimdore dhe kjo jo për luksin dhe për nostalgji, jo. Për faktin që truri jonë këto vatra ka, dhe këto vatra ne nuk mund të pezullojmë trurit tonë, sepse pastaj nuk arrim të parashikojmë se si do devijoj truri jonë në të ardhmen, përveç vetëm faktin që shtypim një buton, kalojmë një letër dhe s'mundet janë shtuar. Pra, është shtuar diabeti, është shtuar të mos përmend sëmundje të tjera. Këto janë fakte reale, që fëmijët po i posedojnë tash. I kanë sepse është mungesa aktiviteti fizik, kështu që në këtë pikë unë gjithmonë dhe patjetër kjo është detyrë të rriturve. Pra të rriturit kanë për detyrë që në këtë sanduiçin të mundohen të gjejnë barazimit. Pastaj, shiko, unë mendoj gjithmonë që ne themi sot jemi sanduiç, po edhe prindërit tanë kështu kanë qenë sanduiç. Po pra, këtu duhet ndalem dhe për ta përmbyllur. Kur flasim për problematikat se më thej që online është dhe joshës edhe padyshim. Sot kemi një brez, edhe çdo brez që vjen fakt bëhet më i zgjuar dhe di më shumë se sa brezi i prindërve. Kjo ndodh me ti me bi në raport me mua, komfort duke krahasuar moshës. Pastaj në raport me prindrit tanë. I me bi sot nga online është një folëse e mirë e anglishtës që në moshën e saj unë nuk e kisha. Ka pafundësisht morin e internetit të cilat bën ushtrime të zhvilluara, ka të menduarit kritik, sa unë kur u përballa me lëndën që ajo bën të menduarit kritik, mu desh 2 ditë ta shpjegoja fillimisht se çfarë ishte dhe ishte sfidë më vete. Dhe pastaj mbasi ti i ke thënë që kjo është menduarit kritik, që e menduarit kritik duhet të jetë edhe ndoshta nëse mamaja jote të thotë diçka dhe ti nuk bie dakord, ajo ta përdor si argument dhe duket një inteligjencë e cila vjen pikërisht jo më tashmë prej shkollës dhe prej familjes apo të lexuarit, por pikërisht nga ky online. Tani si të gjejmë atë balancën midis këtyre të mirave që ne kemi dhe këtyre problemeve që sjell pikërisht online. Po pra, dhe kjo është përgjegjësia e rriturve. Pra, vajza jote është 6 vjeç sot, të mijat janë 14 dhe 10. Pra jemi komplet në raporte të ndryshme. Por gjithsesi deri në moshën 6 vjeçare ti prapë je munduar të i hedhësh një sy çfarë po bën fëmia jot. Dhe uroj që të mos i kesh lënë celularin fëmijës tënd moshën 6 mujore në dorë. Jo. Pra ne shohim fëmijë që 6 muajsh kanë celularin përpara dhe mami harron t'i flasi fëmijës vet. Dhe fëmia mëson gjuhën vetëm nga mami. Fëmia fjalët e para i mëson se si e lëviz gojen mami. Zemra ime, emocionet e para fëmia i merr nga mami dhe mamat nuk mund ta harrojnë këtë rol, edhe babi, po themi mami ka më shumë kohë qëndrimi me fëmijën. Po është edhe atashimi i tillë, del nga trupi i mami dhe me mamin i ka emocionet. Ndërkohë, patjetër që sot bota virtuale ka të mirat e veta që janë këto. Pra ty të ofrohen, të janë afruar, fëmijëve tanë janë afruar shumë mundësi të mira dhe të këqija.
Tani kjo është përgjegjësia e triturve. Si ti bëjmë në seleksionimin, që fëmijët të jenë tek të mirat, edhe ti shohin të këqijat. Ama të ngrenë mekanizma që ky mendimi kritik i të mirave ti bëj reflektuese nga të këqijat. Po si ndodh, dhe cili është rreziku është që të këqijat ngacmojnë adrenalinën tek fëmijët. Dhe këtë prindit nuk duhet ta harrojnë. Pra, shpeshherë një ngjarje e dhunshme pse shikohet kaq shumë, sepse në pavetdijen e tyre ne kemi të mbartur brenda nesh, po themi edhe instikte gjuetari, edhe instikte nga këto të frikshme që janë harruar dhe nuk fliten më. Ajo ngacmon. Dhe ndërkohë fëmia nuk di ta kuptojë atë mendimin kritik aq sa duhet që thotë unë këtë pamje distancoj, sepse unë arrit kuptoj që kjo ka këtë lloj pasojë. Se distancoj me të rriturit, për fat të keq. Kështu që, sepse shpeshherë ne I drejtojmë gishtin fëmijëve dhe unë shpeshherë I them prindërve jo një shikon, më thënë gishti është kështu. Atje po jemi këtu përpara, që të kuptojmë po ne çfarë po bëjmë në raport me këtë, po duhet të them një studim fund që e lexova atje. Ne cilësohemi, ta sanduiçët, cilësohemi si brezi I prindërimit të butë. Pra, automatikisht duke ardhur nga një brez prindërimi shumë diktues, shumë autoritar dhe jo detyrimisht me autoritet, se kjo është diferenca, kaluam tek bota e lirive shpeshherë të pa kuptuar dhe pa mendim kritik nga prindrit, në një lloj prindërimi që u cilësua modern, po që shpeshherë ka qenë neglizhues. Dhe shpeshherë prindërimi neglizhues rrezikon më shumë fëmijët sesa prindërimi autoritar, në varësi të autoritetit. Ndërkohë thoshte që Gen Z, pra ata që sot kanë filluar ndoshta të jenë dhe prindër, po fillojnë të zgjedhin që të mos jenë më prindërimi but. Pra do kemi prapse disa transformime. Pra, shoqëria është e tillë që ne bëjmë një kurb, kuptojmë që kjo gjëja ishte interesante për të këtu zbënte, pastaj kthehemi prapë. Dhe po ta studiojmë ne historinë e zhvillimit të njerëzimit, paktën në 300 vitet e fundit, do shohim që shumë sjellje I kemi përqafuar, I kemi lënë, pastaj I kemi zbutur, kemi marrë sjelljen më përpara, I kemi përpunuar dhe e tillë është. Dhe jo vetëm tek prindërimi. Gjithandej, domethënë, po me që po flasim për prindërimin, e tillë është, që ne nuk e parashikojmë dot. Por ajo që unë them gjithmonë që detyra e prindit është për të munduar për ta orientuar fëmijën në atë që është të paktën e padëmshme për të me çka ne dim për botën. Se kjo është relative pastaj. Dua të të falenderoj për gjithë përvojën që ndave me neve, për këshillat, edhe për ca bisedat të cilat në morinë e shpejtësisë së ditës ndonjëherë nuk I hasim, por janë aty për gjithë ata që do të kërkojnë njësoj siç bëra unë, për të mësuar dhe për të bashkëndarë, sepse secili prej nesh vjen një moment që do të duhet të bashkëndaj këtë përvojën e prindërimit. Dhe do ta mbyll këtë kënd të intervistës nga një sekuencë e cila e gjeta teksa e dëgjoj shpesh Paulo Crepi, I cili është një nga sociologët edhe njerëzit që është marrë shumë me botën e fëmijëve, adoleshentëve, të rinjve në Itali, që thotë që nëse ka dikë që është duke shkatruar fëmijën e tyre është pikërisht prindrit, duket pak e vështirë për ta përthithur dhe për ta parë në këtë këndvështrim, por e bëjnë këtë gjë duke u aplotësuar gjithçka ata kërkojnë. Nëse ne nuk do të fillojmë që t'i mësojmë duke kërkuar gjërat vet, ata do të jenë disa njerëz që janë pasiv e nesër nuk do dinë të përballen me jetën reale, jo ato virtuale. Faleminderit që na ndoqët.